Rruga europiane e Kosovës jo vetëm që ka stagnuar, por ka pësuar regres. Vetëm 2 ditë më parë, secili nga ne këtu me shqetësim të madh, pam se Kosova humbi edhe një tjetër rast historik për antarësimin në Këshillin e Evropës. Një mundësi për më shumë se një dekadë që është punuar nga qeveritë e mëhershme me një përkushtim të madh, sepse e dim që antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është hapi kryesor drejt integrimit evropian, forcon pozitën ndërkombëtare të shtetit tonë dhe ofron garanci për të drejtat e qytetarëve tonë. Por, për herë të dytë rresht, kjo mundësi u humb. Edhe kësaj here erdhi si rezultat i drejt për drejt dhe arrogant i qeveritarëve në IKE që kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës. Për fat të keq, të gjithë, pa përjashtim, janë pajtuar që Kosova të vendoset në masa apo sanksionet të Bashkimit Evropian. Ky është ndëshkim për qeveritarët e Kosovës, por një dëm i madh që i kushton Kosovës dhe ju bëhet qytetarëve të saj. Situata në cilën është futur Kosova nuk është vetëm një dështim diplomatik, me pasoja të rënda dhe të prekshme. Kosova dhe qytetarët të saj sot po humbin qindra miliona euro ndihmë e mbështetje nga Bashkimi Evropian, po thellohet izolimi ndërkombëtar dhe po ndalet procesi i integrimit dhe i njohjeve të reja për shtetin e Kosovës, dhe çka është më dëmshme është se është shkatruar imazhi i Kosovës si faktor sigurie dhe stabiliteti në rajon. Ministria e Punëve të Jashtme është kthyer në një institucion të paralizuar, pa strategji, pa aftësi për të udhëhequr politikën e jashtme. Pra, Kosova jonë sot është me politikë të jashtme jo ekzistente. Të gjitha këto dështime kanë një adresë të qartë, një qeveri e dobët, e korruptuar, pa vizion dhe pa plan. Një qeveri që në vend të bashkëpunimit ka zgjedhur konfliktin, në vend të dialogut ka zgjedhur arrogancën, në vend të përgjegjësisë ka zgjedhur justifikimet dhe jo seriozitetin. Dhe sigur këto të mos mjaftonin, sot jemi dëshmitar të një situate të paprecedent. Më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve të nënshkurtit, qeveria aktuale ka marrë peng institucionet e vendit, duke bllokuar formimin e kuvendit dhe të qeverisë së re. Kjo sjellje po e çon vendin drejt një krize të thellë, kushtetuese dhe institucionale.